Dita e sotme është për mua dita më e errët dhe e trishtuar e jetës. Po ndahem me njeriu me të cilin kalova një çerek shekulli jetë dhe me të cilin më lidhen përveç dashurisë, shumë ëndra, shpresa, e zhgënjimet përbashkëta. Sot është një nga ato ditë që unë nuk do të dëshiroja të jetoja kur. E tillë është kjo ditë edhe për fëmijët tanë, Sokolin, Etën dhe Klajdin. Këtu e një çerek shekulli më parë, unë një vajzë fare e re, me intuitën e moshës pafajshme, rash në dashuri me Fatosin. Atëherë sigurisht nuk e kuptoja pse. Por tani e di. Kisha rënë në dashuri jo thjesht me Fatosin si person, por shumë më shumë se kaq. Kisha rënë në dashuri njëkohësisht edhe me vizionin e një Shqipërie ndryshe. Komplet tjetër nga ajo që jetonim aso kohe. Të një Shqipërie që për herë më shumë lipsej të largohej me urgjencë nga tradita e saj shekullore e barbarisë, hakmarrjeve, liksive, primitivizmit, dhe të fitonte një kurs tjetër, civil, modern dhe europian. Dhe të gjitha këto do t'i gjeja tek Fatosi. Gjë që më lejoni ta përsëris. Nuk e pata menduar me kaq qartësi atëherë. Me kalimin e kohës, ditë pas dite, unë pata fatin të zbuloja tek Fatosi vlera dhe cilësi që nuk janë aq të shpeshta në jetën tonë, aq më pak në jetën publike dhe politike.